Top Albania Radio, she's on air. Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Vazhdon të na nderoj me prezencën e saj, Krusita. Që edhe pse është kaq energjike për momentin, ka kaluar disa ditë të vështira. Pikërisht, për atë që ne po diskutonin pak më parë, komentet që ka marrë për komentet që ti ke dhënë. Për flasjet me Julianin dhe Forestian. Ne për shembull Kursita Julianin e kishim po. në Shizonir. Dhe Juliani tha një deklaratë shumë të fortë që madje Kursita nuk di të këndoj më mirë se mua, tha. Do ja vërtetoj unë tha që unë këndoj më mirë se ajo live. Edhe këtë e tha. Ndërkohë Trajas nuk këndonte, vetëm reponte. Nuk do të merrem fare më me këtë pjesën, të më drejtën, sepse është bërë pak e tepër të jo po kështu, jo po ashtu, jo po s'di, jo po okay, nëse mendojnë që nuk di, it's okay për mua. Nuk do flas fare për atë pjesë. Në këtë rast kur një konkurrent del në rastin tonë në Shizonere dhe të bën këtë deklaratë publike, ti e merr thjesht si pjesë të formatit apo Nuk më intereson fare. E dëgjove të paktën? Patjetër që e dëgjova. Po thjesht nuk t'intereson. E kam bërë një deklaratë tjetër në Talent në shtëpi, thash nëse domethënë e kam si thua shpjeguar këtë pjesë, prandaj nuk kam interes që ta prek përsëri si gjë. Ndërkohë kemi pasur në Instagramin tënd një reagim për këto komentet, ku besoj se I ke thënë të gjitha. Ka ngelur ndonjë gjë? Po mirë, ka akoma gjëra që mund të thuhen. Thjesht unë nuk doja t'jepja më shumë zë situatës, sepse duke I siguru nuk preka shumë nga komentet që po sillnin njerëzit. Një reagim është një zë I situatës. Në fakt, po nuk desha t'jepja më shumë se kaq. Në fakt, më tepër se sa unë, të them të drejtën, unë nuk është se jam prekur, maksimumi unë prekem 3 minuta, jam mësuar me këtë gjë edhe vazhdoj jetën, vazhdoj ditën, nuk është problem. Tani përpos reagimeve të publikut që pjesë më të madhe të punës që kryhet nuk e din patjetër dhe kanë reagime që ndonjëherë janë edhe të pashpjeguara, do thoja unë, sepse realisht nuk e din se çfarë ndodh në realitet. Unë jam shumë kurioze me Julianin dhe Forestin a ke pas mundësi të flasësh pas asaj që ka parë që publiku? Jo, nuk kam pas mundësi të flas me asnjërin prej tyre dhe nuk besoj që do kem dot mundësi të flas diku. Po patjetër pse jo? Ose a ke diçka? A ka diçka që do t'ja thuash live? Po, të mirë. Ta marrim që nga fillimi. Ti komentin të paktën në rastin e Forestës, komentin që bëre. Për te komenteve të publikut, ty të duk sikur e teprove pak apo thjesht zëdhe të ishe me pak filtra dhe mendove se reagove në mënyrë të sinqertë? Unë dua ta sqaroj një herë mirë këtë pjesë. Unë pata shumë pritshmëri kur e dija që 2 javë më parë që do këndoj kënga ime diçka e tillë, nuk e dija nga kush konkurrente dhe nuk e kisha dëgjuar, edhe pata shumë pritshmëri sepse mendova që kur një konkurrente merr këtë riskun edhe të sjell një këngë të një antari që është në juri, do të thotë që ka përgatitje shumë të mirë. Ndoshta nuk është për atë punë, siç ja tha edhe Sëdritje dhe Bardhi, po edhe ti the që është goxha e vështirë si këngë. Po patjetër, po unë minimalisht unë do kisha toleruar nëse aty do kishte gabime të tolerueshme, po nuk mund të thoja që ishte një performancë mirë kur ishte jashtë tempit, ishte jashtë tonalitetit, pothuajse në të gjithë këngën. Në të gjithë reagimin tënd, mendon se mund të ishe pak ndoshta më e butë në mënyrën se si mund t'ja thoje, sepse besoj se pikët do ishin goxha të ashpra më vonë. Jo. Se shumë fatë shikimin edhe. Shiko, unë mendoj që thjesht nuk është se desha unë ta prekja Forestian në atë çfarë I thash. Por realisht më duk sikur nuk I kushtoi fare rëndësi asaj gjës, edhe tha thjesht kjo ishte performanca shumë e mirë, tha, po ndërkohë që nuk ishte ashtu. Dhe nuk prita që vërtet ta merrte këngën dhe ta sillte në atë farë mënyre. Realisht u zgënjeva dhe u mërzita, jo
pse un pash një gjë të keqe dhe thash aty shiko se ti ishe shumë keq për shembull. Un thjesht u mërzita sepse prita një performancë shumë të mirë. Po ti mendon që publiku e ka ngatruar pak sinqeritetin me ashpërsinë? Po publiku mund ta ngatroj sa të doj, un kështu jam, do them atë çfarë un mendoj dhe nëse ti do flise vërtet çfarë do ndjeje, a mund të ishe më ashpër se aq? Ndoshta edhe po. Shiko, nuk është se unë aty flas çfarë nuk ndjej, unë çfarë ndjej flas. Por patjetër mundohem që të mos jem aq e ashpër sa që mund të isha në një moment. Po, duke marrë parasysh me gjitha ndodhitë e fundit, a mendon se ka me pas ndikim kjo situatë që ndodhi në vijshmërinë e programit dhe pjesëmarrjes tonë në Talent në shtëpi, a do zbutesh? A do të shohin ty si ajo pjesëtarja juristë që është ashpër e rreth dhe do ken frikë? Po tani un me sa shoh kështu jam etiketuar, kështu që nuk është se më bën më përshtypje si çfarëdo që thuhet apo sido që të më shohin. Për mua është okay, un do vazhdoj të më shoj mendimin tim gjithmonë, jo vetëm aty, por për çdo lloj gjëje në këtë jetë, në këtë botë, kështu që mendon që ke përjetuar keq këtë që sinqeriteti po ke mjaftuar të zgjidhe nga ai do pyetën. Hajde nga ty. Përjetuar keq të gjithë këtë mënyrën se si publiku e ka marrë sinqeritetin tënd dhe kritikat e tua, të cilat janë plotësisht profesionale, por që ata e kanë marrë si kritika shumë të ashpra dhe të kanë gjykuar për mënyrën se si ti ke folur dhe ke dhënë mendimin tënd. Unë e thash edhe pak më parë, përjetimi im zgjat vetëm 3 minuta dhe nuk është e vrasmendjen. Çfarë më shqetëson është përjetimi i familjes time, sepse ata normalisht e përjetojnë pak më tepër se unë, sepse është normale, edhe unë tisha, te fëmia im do ta përjetoja pak më tepër. Nuk më shqetëson fare, domethënë siç unë jap komentet e mia, njerëzit kanë drejtë të japin komentet e tyre, të thonë çfarë të duan në rrjete, po në të njëjtën kohë pranojnë edhe atë çfarë thuhet, sepse nuk është fair pastaj që unë kryqëzohem gjatë gjithë kohës dhe pastaj të presin që unë të mos reagoj apo të flas të jem e mira botës. Po, shiko, unë gjithmonë bëj një pyetje në backstage, është ajo e emocioneve. Dhe duke ditur nga gjatë backstage-et që Foresta si është dhënë një kohë goxha gjatë për përgatitjen e këngës dhe të gjitha, mendon se emocionet ndikuan tek ajo dhe nuk e nxori më të mirën e saj? Po, se domethënë deri në një farë pike mund të merret parasysh edhe kjo. Jo, unë mendoj e ke ose ke talentin. Në këtë rast, besoj ishte për të vlerësuar guximi, por talenti nuk ishte për të vazhduar. Po patjetër, unë vlerësova Forestian me 2 pikë, vetëm për iniciativën që kishte marrë te guximin. Ka pas performanca që i kam vlerësuar me 1 pikë, kam thënë s'dua t'jap as 1 pikë. E kupton, nuk është se unë si thua që rëndova më shumë me pikët atë, të tre ne vlerësuam me nga 2 pikë. Tash Krusita, do i tregosh atyre të gjithëve që të shohin si nga konkurrentët edhe ata që të shohin nga ekrani si këndohet në të vërtetë. Jepi. Unë nuk dua ta bëj më këtë gjën sepse pas ta komente që ishin kështu, jo po pse e këndove ti tani pas asaj. Pas ka ndikuar. Pse kështu, pse ashtu. A mund ta kemi një këngë të lutem, do na këndosh një këngë tjetër, diçka që ta mbyllim pjesën bukur. Unë them të këndojmë një këngë të gjitha bashkë. Me kënaqësi. Çfarë këngë doni që të këndojmë, mund ta vendosni. Jo, a mund ta bëjmë kështu, të këndojmë gjitha bashkë dhe na japin notën, pastaj na çojë neve duke qarë. Jo, shiko si thotë, na çojë duke qarë në shtëpi, nuk është ky qëllimi. Na dash dhe një shoqë nuk e ke pasur mundësinë ta japësh qoftë edhe sepse shumë gjëra merren dhe si sulme personale dhe thjesht në bazë të rrethanave dhe emocioneve që ndodhesh. Duke qenë që sot je këtu me ne, a do dëshiroje të ndaje diçka që në ato momente nuk munde ose thjesht të doli nga mendja për ta shprehur? Për performancat? Për performancat, po. Për Julianin dhe për Forestian patjetër. Shiko, nëse do Jo. Unë them këndoje dhe ke folur mjaftueshëm. Dhe ne do nuk mbështesim. Sepse nuk më la të flisja se më mbytet shumë e pyetje. Këndo.
Çka këngë doni të Anything you Dua feel. të dritë muj Bajramit. atë nuk Me fjalë të vogla të këndash. Jo. Unë them t'ja, mos keni kështu një këngë që po e pjek edhe. Po kam një këngë që po e pjek. Po Nxirren nga fura. Shumë pak, të lutem, mund ta kemi atë, të lutem. Okej. Ti mos bëj sikur se je dëgjuar. Po prandaj e ka të orë të ditës. Është nuk erdhi kote. Lutem tani është shoqja ime ja urdhro. Ja doli. Krusi. Po do ta këndojmë bashkë, pra meqense ti e dëgjon 24 Po, orë. ma kujto pak të lutem. Ti edhe nuk e kishe treguar që do vije tani edhe këngën e bërë me plan të nxjerrje. Ajo thash, unë e kam është shkallë. misterioze. Unë filloj nga dal dhe pastaj bam. Disa shoqet marrin 8.000 euro, tjetrat merrin promocionin. Absolutisht shërimi im është që Krusita gjithmonë të jetë lartë më lartë se meriton. Faleminderit. Jepi Krusita. A di se s'muj me t'lon Jo s'ma bon zemra E ti s'mon me mlon Njejt na dy jena Vajbin ti ma ndron Kur bash na jena Se ti Jeton te unë e mrena Shumë nice. Me si presim ta kemi pjesë tonën këtë këngë, Krusita ishte shumë kënaqësi që të kishim këtu. Kënaqësia ishte ime, faleminderit Të urojmë shumë. shumë suksese në vazhdim. Faleminderit shumë. Dhe shpresojmë të njerëzit të kuptojnë që sinqeriteti i bën mirë të tjerëve. Dhe pse jo ti je pak fare më ëmbël të mund. Pak fare më ëmbël do ta marr parasysh këtë patjetër. Patjetër. Realitetin mban. Po patjetër. Patjetër. Unë nuk po i thoja gënje, unë po i thoja thjesht ëmbël. Nuk e bëj dot dhe sikur. Po do ëmbëlsohemi nga këtë jetutje, meqense gjithë këto kritika. Ishte shumë kënaqësi Krusita, vërtet. faleminderit. Ne duhet të themi Faleminderit shumë juve. Dhe do të largohemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne.